Sot dua të ndaj me ju historinë e elefantit, i cili kur ishte i vogël, të zotët e tij e mbanin të lidhur me një litar të hollë, por duke qenë se ishte i vogël dhe i pafuqishëm, ai nuk mund ta tërhiqte dot, nuk mund ta këpuste dot dhe nuk mund ta çlironte dot veten. Edhe më pas, pasi ai u rit dhe u bë një gjigant, një elefant i madh, i shëndetshëm dhe i fuqishëm, përsëri limitimi në mendjen e tij nga fiksimi i të kaluarës apo nga përvojat e kaluara, pra në këtë rast të fëmijërisë, që ai nuk mund ta këpuste dot litarin, ishte ngulitur në vetdijen e tij aq thellë saqë edhe pse ai ishte shumë i fuqishëm, përsëri nuk mund ta këpuste dot litarin. Dhe a e dini pse? Sepse ai nuk kishte provuar dhe nuk e provoi ta bënte këtë. Duke qenë se limitimet e së shkuarës e mbanin pas në frikë, që frika në fakt është një iluzion, siç duket edhe në këtë rast, dhe ai nuk mundte, ose të paktën të jepte shansin vetes që ta provonte ta këpuste litarin dhe ta çlironte veten nga këto limitime, të cilat porsi ai, i cili është i ngecur në atë vend, vetëm sepse nuk tenton që ta çliroj veten, kështu janë edhe limitimet që ne i vendosim vetes tonë. Apo frikërat të cilat na mbajnë pas, janë thjesht iluzione. Mjafton thjesht ta provoni, mjafton thjesht të besoni dhe mjafton thjesht të mos fiksoheni tek dështimet e të kaluarës. Ndoshta ka qenë një dështim në të kaluarën, por nëse e provoni sërish, mund të jetë një sukses. Dhe ju keni ndryshuar, jeni rritur, jeni maturuar, kështu që sfidojeni veten tuaj. Dhe me pakës dëshirë si një fëmijë, ju mund të shikoni se jeni më të fuqishëm se ç'mendonit, jeni më të talentuar nga sa kishit menduar, jeni më të bukur nga sa besoni se ishit, dhe jeni pikërisht në momentin e duhur në kohën e duhur.